informacion, ndërka që ka tregu edhe detajet të tjera, për shembull, kur është pyet se si e do mashkullin tjetër të jetë mashkulli tjetër i radhës që pritet ajo me u lidhe dhe me pas në jetë, tha që duhet ketë vetbesim, sikur donte të tregonte që jashari nuk ka pas. Po, se ka humbuar. Po, ndërka që tha që gjithë qysh duhet me qenë praktikues i fesë islame, muslimane, jo vetëm që tjetë me emër, edhe në fund që më bëri ko gjasi shumë përshtypja, da një mesazh shumë të mirë për vajzat e reja, tha që të punojnë edhe t'janë të pavarura financiarisht, duke të regu që edhe vetë është 82 vjetë e pavarur, sepse ne herën e kalume kur kemi folë në këtë studio, kemi të regu që në një intervjist, se kjo nuk është faqë 82 vite, kjo ka të regu që merë shumë pak për Instagrami, diku 1.000 euro, por tash ta që gjithë shka që ka paraqat aty, po tuaj se ka reklam, për mënyrën se si e bën reklamen, nuk duket as që është e tillë. Kështu që hati tha që është e pavarur financiarisht dhe se ka shumë komentues që ka gjasi shumë ja kanë bajt gajlen se kush po e mban, tash që nuk është me jasharin, kështu që tha punoj vetë, edhe gjitha që duaj, arri vetë. E urojmë edhe ne këtë për hatin, po çfarë kemi Vanesa nga yjet ndërkombëtar, kush bëri buj këtë javë? E kemi Kim Kardashian, e cila ka, do me thonë, ka shku në gjyqin e Paris, lidhur me stoli që janë vjedhur tashmë një dekad janë bërë. Kim Kardashian një kohë gjatë nuk ka postuar asë stoli në Instagram në përjetët sociale, me gjitha të atë ditë kishte vendosur që të vishej me stoli edhe kishte mbajtur një Gjerdan në vlerë 3 milion euro me atë kemi informacion. Po ashtu edhe vathë, shumë të shtrejnët. Kim Kardashian duket që atë ditë ka qenë në do me thonë, kogja sensitive, sepse e kishte falë dhe hajdutin prej cili ta jo thoshte së është friksuar tej mase. Kështu që kjo, do me thonë, e gjithë syevesh kanë qenë tek Kim, e cila kogja si shumë bëri buj me paraqitje në saj, sidomos. Okej. Po ashtu e kemi edhe një ngjarje tjetër që e ka kogja si shumë është përfol. Po, e kemi një elefant që e ka me një kamion, një ngjarje që ka ndodhur në ditën e nënës. Tash kishte elefant, po P. Diddy. Tamë që na ka trazu P. Diddy. Po, edhe P. Diddy, po, edhe për këtë kogja si shumë është mbajt gjyqi edhe atje, do me thonë kemi pas mediat si CNN edhe BBC-a që kanë shku edhe kanë bajt, do me thonë, lajme të përditësume se çfarë po ndodh. Në një anë ishte gjyqin cilën merrte Kim Kardashian, në anën tjetër ishte P. Diddy, i cili po ashtu bëri buj, këtë po e ndjekim kogja si shumë, sidomos për ngjarjet kontroverse që kanë ndodhur edhe për cilat tash edhe ky po gjykohet. Ka, do me thonë, e kemi ishtë dashurin e tij që është deklaruar në gjyq, por si që duket krejt informacionet shumë, nuk është që po flitën, duket sikur ka diçka që po mbahet fshet, edhe nuk është që janë edhe mediat aq të informuara direkt se për ngjarjen e P. Diddy. Nashta edhe për vetë faktin se është kogja e ndjeshme, për shkak se kanë dalë edhe video cilat kanë qenë shumë eksplicite, dhe mendoj që edhe mediat me një farë mënyre po bëjnë kujdes se çfarë po raportojnë. Por ka shik kësaj Vanesa është komentuar në rrjet që pjesë e festave të P. Diddyt ka qenë edhe këngëtarja shqiptare Rita Ora. Ke lexuar diçka, ke parë diçka në këtë? Në fakt e kam pas informacion që ka qarkulluar, megjithatë vetë Rita nuk është që ka reagu. Mendoj që po të kishtë qenë edhe do të kishtë reagu për ta më hu ose po hu, për shkak se Rita është kogja afërt me fansat dhe gjithë shka publikon kogja si shumë prej jetës së saj personale, prej rutinës e mëngjesit, deri tek shkuarja në fitness, pastaj daljet me burrin e saj. Kështu që unë mendoj që nëse unë nuk dua të besoj faktikisht që ka qenë Rita, por mendoj që edhe po të kishte qenë një farë reagimi do ta bënte, për shkakun që nuk do të paragjykoj atë shumë, po nuk mendoj që ka bërë shumë bujt madhe ky lajmi për Ritën. Ma shumë i kemi figurat e tjera, si Beyoncé, që ka marrë pjesë edhe të tjerë. Justin Bieber e të tjerë. Nuk është që është përmendur. Edhe dalim edhe ta ajo storja që... Vanesa, jemi krejt në fond. Nuk kemi kohë. Jemi krejt në fond, të falenderojmë shumë për gjitha këto informacione që na dha neve dhe shikuesve tonë. Kënaqësimi pas gjithmonë në studio. Faleminderit Vanesa. E tash kalojmë te kronika e përjavshme, storia e gazetares tonë Gentiana Agashi, e cila kësaj radhe realizoi me këngëtarin e njohur Ukin, i cili hapi zemrën për të, por edhe për miqtë e Vikendit, duke treguar se aja ka fshirë numrin dhe për kë ka marrë malli. Ta shohim kronikën së bashku dhe ta shohim se çfarë tha ai.